Gjykimi i 4 të akuzuarve Milon Milenković, Dejan Pantić, Aleksandar Vlajc dhe Miomir Vakis për sulmin terrorist në zyrën e Komisionit Komunal Zgjedhor po ja afrohet fundit në shkallë të parë. Në procedurën e administrimit të provave, prokurori special Bekim Kodraliu i propozoi gjykatës themelore në Prishtinë ta pranoj si provë materiale një raport policor të datës 13 maj 2025. Sipas tij, kjo vërteton se organizata terroriste Mbrojtja Civile dhe Brigada e Veriut përdornin uniforma të njëjta me atë që e veshte i akuzuari Dejan Pantić, si dhe kryerësit e sulmit terrorist në Banjsk. Ky raport përmban fotografi të pjesëtarëve të mbrojtjes civile që kanë kryer detyrat e tyre ilegale në territorin e Veriut të Kosovës, që përmban veshjet gjaketën verore dhe dimrore. Ne kemi gjetur edhe burimet se ku janë blerë këto uniforma dhe se për çfarë arsyesh janë përdorur. Një nga fotografitë me veshje të tillë sipas prokurorit i akuzuari e ka fshirë nga telefoni i tij. Nga telefoni i ekzaminuar është konstatuar se të njëjtat fotografi janë fshirë fillimisht nga i pandehuri Pantić, por me ekzaminimin e pajisjes telefonike janë nxjerrë këto fotografi të cilat janë gjetur në folderin trash. Ai e prezantoi edhe gjaketën që i është konfiskuar të akuzuarit. Kjo është jopja që është sekuestruar nga pandehuri. Ka të dy vizë hiri, në të cilën është në shkrimi Mbrojtësi i Dejan Pantićit, Ljubomir Pantović, e kundërshtoi propozimin e prokurorisë duke theksuar se gjaketa është e zakonshme dhe mund të blihet nga kushdo në butikët e një marke të zakonshme. Nuk bëhet fjalë për kurfar uniforme verore, as për gjaketë të mbrojtjes civile. Bëhet fjalë për një xhup të thjeshtë apo këmishë, të cilën të pandehurit Pantić ja ka blerë për dhuratë vajza e tij. Me sa shoh nuk ka kurfar shenje dhe ashiqare bëhet fjalë për gjaketë të thjeshtë dimrore, të cilën cilido qytetar mund ta blejë te dyqanet e Waikikit. Prokuroria propozoi edhe pranimin si provë materiale të vendimit të qeverisë së Kosovës, e cila i shpalli organizata terroriste Mbrojtjen Civile dhe Brigadën e Veriut në qershorin e 2023-s. Avokatët e të akuzuarve kundërshtuan propozimin e prokurorisë duke thënë se sulmi në KKZ ndodhi 6 muaj para se dy organizatat të shpalleshin terroriste. Trupi gjykues konstatoi po ashtu se shtëpia e shëndetit në Mitrovic të Veriut nuk i është përgjigjur kërkesës së gjykatës që ja ka kërkuar informatat se kush ka qenë në autoambulancën me të cilën prokuroria pretendon se u bartën granatat e dorës për ta sulmuar KKZ-n.